Pretendimi se gjua shqipe mund të përdoret sa të doni, por se gjua zyrtare është vetëm maqedonishtja, nuk është thjesht një deklaratë politike, është një rikthim i drejt për drejt në logjikën e Kushtetutës së vitit 1991 dhe nenin e dikurshëm shtatë të saj, duke injoruar amandamentin 5 të vitit 2001, i cili është themeli i rendit kushtetues dhe i balancës ndëretnike në vend, thuhet në reagimin e BDI-s. Sipas integristëve, ky qëndrim cënon thelbin e marrëveshjes së Ohrit, e cila nuk është kompromis simbolik, por arkitekturë reale e bashkëjetesës, e ndërtuar për të kapërcyer pikërisht burimet e konfliktit që prodhoi Kushtetuta e vitit 1991. Relativizimi i statusit të gjuhës shqipe nuk është çështje interpretimi, por hapje një rrugë të rrezikshme që prek drejt për drejt marrëdhëniet ndëretnike dhe funksionalitetin e demokracisë son multietnike. Kjo qasje përfaqëson një kthim prapa dhe një tentativë për revizion të arritjeve themelore të shtetit, të frymëzuar nga logjika që janë në kundërshtim me konceptin e një shteti multietnik dhe demokratik, reagojnë nga BDI. Bashkimi Demokratik për Integrim i bën thirrje kryeministrit që të tërhiqet menjëherë nga kjo qasje dhe të respektojë në mënyrë të plotë rendin kushtetues, të dalë nga marrëveshja e Ohrit. Çdo devijim nga ky rend, sipas BDI-s, nuk është vetëm gabim politik, është goditje ndaj vetë themeleve të bashkëjetesës dhe funksionalitetit të shtetit.